Zoti Dyshniku, Kryeministri Edi Rama thot se pas 11 majit shqiptarët do kenë mundësi që deri në 2027, por kryesisht pas 2027-s, të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian. Ju si pensionist, a besoni se do ta merrni pasaportën e Bashkimit Evropian sipas asaj që thotë Edi Rama? Shiko, mosha jonë ka një përvojë në këtë drejtim me këto lloj gënjeshtrash. Kjo pasaportë që thotë ky, është ato nuskat e hoxhëve dikur para 100 vjetësh, që gënjenin njerëzit e shkret, vinin vënë nuskën në gjokë ose ai, që të largohet shejtani nga trupi jot. Po çfarë duhet mua pasaporta europiane, kur unë s'kam pasaportë për të vizur për të qarë hallet në Shqipëri, mo. Unë s'kam asnjë kompetencë në Shqipëri. Qytetarët shqiptar nuk ka asnjë të drejtë, as të ankohen, as të këshillojnë, as të akuzojnë pa aftësinë dhe korrupsionin e qytetarëve. Vetëm thot drejtohu gjykatave. Ne vajtëm 8 herë rresht para kryeministrisë dhe protestonim, ai sa takoi. Pra, kur nuk takon ai kryeministri apo një nga përfaqësuesit e tij 500-600 pensionistë që protestojnë për bukën e gojës. Çfarë do bëj Evropa mua kur s'po dëgjon ky? Për çfarë duhet Evropa mua? Unë duhet ha 3 herë në ditë. Unë duhet mjekohem, të blej ilaçe, të shtroj spitale këtu në Shqipëri, jo në Evropë. Zgjidhjen e problemeve i kam këtu. Unë kam votuar qeverinë, pushtetin vendor për të më shërbyer. Mos mbuloj kjo Evropa, se popullit e Evropës nuk do na japin as arsimin, as shëndetësinë, as të drejtat e njerëzit. Siç pretendon ky. Prandaj kjo pasaporta europiane është si punë nuske. Sepse shqiptarët që kanë ikur në përbot, s'kishin nevojë për pasaportë europiane. I kanë marrë shtetësinë. Kanë mbushur Evropën, më shumë se gjysma shqiptarëve ande janë. Po ky e do Evropën, e do pasaportën europiane për të treguar që shiko unë ku po çoj ju. Ma ai sa na çoj ne Sali Berisha në NATO, mas Gërdecit, etj. Ç'na janë këto e marrëdhënie që i duan, këto janë spektakle që i duan kryeministrave, presidentëve, për efekte politike, elektorale, për të marrë pushtetin, për reklam, jo për popullin, për të shërbyer popullit. Nëse do të takonit nga afër kryeministrin Edi Rama, çfarë do t'i kërkonit konkretisht dhe çfarë do t'i thonit? Shiko, unë i kam thënë atje, i kam thënë plot gjëra. Po puna është që ai nuk guxon të ballafaqohet me mua. Ja kam thënë shqip, ja them prap shqip. Media ka krijuar mitin e njeriut që nuk e kap dot atë. Ai kapet në çdo hap. Ai është i paaft për të përballur me të vërtetën, me realitetin. Se ai po të ballafaqohet me mua, nuk do më japë pyetjet që më bëj këto pyetje atje, unë si bëj pyetje, unë i bëj akuzë atje, unë e bëj me shpata për muri. Sa ishte i djallëzuar. Ai ditë thot vetëm që s'kam, ai nuk ka argumente. Ai vetëm tallje, vetëm zgërdhirje, edhe fyrje. Ai pa më çau bëri atyre, çau tha atyre punojësve të bashkisë që i mblodhin sheshit Shërbej. Çfarë fjalori bëhet? Çfarë fjalori? Fjalori nga më rrugeshit. Po çfarë kryeministri është ky më? Kjo është ajo fjalori tia. Që thon ai flet bukur. Ja pra, e pam, e shikoj për ditë. Sa është bër në portale është bër për gallat njerëzit. Është turpme, se si një kryeminist të arrijë deri në këtë nivel. Prandaj unë s'kam çaj them atje. Unë di i them që ti je diktator, si për këtë punë, ti je fatkeqësia e popullit shqiptar. Pik, ai duhet shporët në 11 maj. Dhe të bëj çfarë dojë. Nuk ka diktator në botë që si kanë dhënë votat. Më gjej një diktator që s'ka marrë miliona vota. Filloi që nga Hajderi e Mussolini që gjakosën popull. Miliona mbushin ata mitinget. Të gjithë diktatorët kanë marrë 99.99% votave. Prandaj, s'është kjo njësi matse e qeverisjes të një kryeministri apo të një presidenti. S'është kjo. Se ai ka një gjë, ka dhe një huq. Edhe këtë huq e kanë ata njerëzit
që sundojnë popullin. Qa u gjikaj? A i nuk flet kur për të metët e punës tia, e sundimit tia. A i thot, kemi bërë këtë. A i pat më në fushatën, në ditën e hapës fushatës, me kangje valle, si karnavalet e Rios, me qingijet. Janë bërë ato, ministrat e deputetët janë bërë si qingijet. Që është kjo, më kjo është turp. Fushata elektorale nuk është fushat karnavalesh. Ajo duhet jetë momenti më serios, më i rëndësishëm i një force politike për të demonstruar aftësitë e saj për të qeverisur vendin. Në fushat elektorale jo të bëjnë koncerte, po duhet jetë serioze, shumë serioze. Të zgjedhërit duhet japin llogari para popullit. Jo të këndohen këngë, jo të fyhet opozita, jo të fyhen kundërshtarët politik, siç bën ky. Ky vetëm 99% të fjalimit i ka tallje, i ka fyrje për kundërshtarët politik. Ky ka punë me popullin, nuk ka punë me kundërshtarin. Me popullin, fushat ke punë me popullin, binde popullin, dëgjohet popullin. Po ky 4 vjet se dëgjon popullin, thot, kur të votoj popullin, atëre ajo është gjykimi im. Po kur e dëgjon popullin ky? Në 4 vjet i ka mbyllë zyrat. Tani fushat mbledh shinjiet e bën koncerte, e bën këngëvalle, harxhon miliona euro. Atëre ku është kjo? Çfarë demokracie kemi këtu ne? Pse bëhet kjo fushat? Ligjin e bëri, me listat mbyllura. Atëre ku ka votimi këtu? S'ka votime. Ky është si mbretëria. Lër pasardhësit. Edhe ky e ka me gjithë. Mando ti që është mbret. Se është dhe ligjërisht mbret. Po ky e tha edhe tjetrën, që e thon zakonisht mbretërit, që në 2030 tha kryeministri do të jetë një femër. Po kjo çfarë është kjo? Kjo është, nuk a dëgjon bota, a dëgjon Evropa këtë më. A dëgjon. Po si mund të mbështetësh një kryeminist të tillë mes Evropës? Prandaj themun që Bashkimi Evropian me Shqipërinë ka dështuar totalisht. Me turp ka dështuar. Se shqiptarët, si sot janë shumë herë më keq se çka qenë në 90. Janë të përçarë, janë të varfër. Nuk kanë asnjë të drejtë. Prandaj ligjin, prandaj largohen. Prandaj këtu janë krimet e korrupsionit këtu valon, edhe s'ka birner të ndaloj, sepse është ky që është në krye, është nxitsi dhe mbrojtësi i të korruptuarve. Atëherë, çfarë kemi në dorë ne shqiptarët? Çfarë presim ne? Vetë prap një 97 tjetër? Këtë do Evropa. Zoti Dyshniku, sipas jush, kush do ishte një kryeministre femër? Shiko, unë kam mendim gjykim tjetër në lidhje me trajtimin e këto koncepte gjinore që thonë këta. Këto koncepte gjinore, këto nuk janë demokratike. Se po t'ishte demokratike kjo punë, kjo është një fyrje për vetë seksin femër. Femra du të marrin me zotësi, me aftësi, me punë, postin, mbështetjen e popullit, qoftë si deputete, qoftë si ministre, qoftë si kryeministre. Jo të dali ky paraardhësi, mbareti e të thot jeti mas meje, jeti pasardhësi im. Femrat jo kështu, se apo e shohim këtu ne. 70% jemi të parët, deklarojmë në OKB-n. Ne jemi të parë në botë me 70% të qeverisë femra. Qa e pruri me këto femrat këtu? Le të thot, ato vetë nuk thonë dot, çfarë suksesi kanë pasur në jetën e tyre. Edhe tani si ministre.